Besimtarët katolik të Shkodrës kanë kremtuar festën e Zojës së Shkodrës, pajtores qiellore të qytetit. Procesioni i tyre në rrugët e zbukuruara të kryeqendrës së Veriut shënoi fillimin e festës, duke sjellë një atmosferë përkushtimi dhe bashkimi shpirtëror. E sa kemi nevojë për praninë e Zotit edhe në qytetin tonë. Në kohën e fundit ka qenë edhe teatër e dhunës, e vrasjes. Maria na ndihmon të zhndërrojmë dhunën e paqe. Maria na ndihmon të zhndërrojmë urrëtitjen në dashuri. E atëherë, në këto ditë që festojmë në mënyrë të veçantë festa e Zojës së Shkodrës, do të lutim për qytetin tonë. Do të lutim se secili prej nesh bëhet instrumenti i paqes. Ceremonia nisi nga katedrala Shën Shtjefni në drejtimin e iPeshkut të Shkodrës, Giovanni Peragine, me figurën e lartësuar të Zojës së Shkodrës. Procesioni ndaloi në disa pika të qytetit ku zhvilluan lutje e këngë devocioni. Padyshim që aty ku është shpresa entuziazmi i jetës, besoj që nuk ka asnjë sfidë natyrore që mund të ndalojnë vrapimin e atij që sjell një lajm ose çon një lajm të gëzueshëm. Ky procesioni i përvitshëm i Zojës së Shkodrës ndërmjet se qytetit personifikon edhe ecjen e çdo të krishtenit. Jemi në ecjen këtë botë, po ashtu është edhe ecja e kishës e cila jeton për çu në çdo rrugë, në çdo rrugicë, lajmin e gëzueshëm se në Krishtin jemi gjithçka. Sipas traditës, ikona Zojës së Shkodrës ndodhej në një kishë të vjetër në qytet. Në shekullin e 15, gjatë pushtimit osman, besohet se figura e shenjtë u zhduk në mënyrë mrekullueshme dhe u shfaq në Geneciano të Italisë. Çdo vit kjo festë kulmon me meshën solemne në katedralën Shën Shtjefni dhe procesionin në rrugët e qytetit, ku besimtarët mbajnë statuën e Zojës, këndojnë himne dhe luten për paqe, shëndet e bekim për Shkodrën.